dashur miq të emisionit Health Matters, sot mysafir në studio kemi të ftuar njërin ndër urologët më të mirë që ka Qendra Klinike Universitare e Kosovës. Me ne Dr. Avni Fetahu. Faleminderit për mundësinë. Faleminderit juve për ftesën. Dr. Avni, të gjithë të ftuarit kam qefty pse kanë zgjedh drejtimin e tyre profesional. Në këtë rast pse zgjodhët jo urologjin? Ai shqoni çdo mjek, pasi ta mbaroj fakultetin, ka synim edhe specializimin. Dëshira ime më me ka qenë të bëhem oftalmolog. Mirë po në vitin 99, më njëra pas luftës, prindi ndjeri pat një smundje të rëndë të mërfshikës urinare, edhe pastaj gjatë trajtimit tim me qenë se përfundoi keq, mbjetoj vetëm se 6 muaj, atëherë më lindi pasionin që të marr këtë drejtim dhe të ndihmoj njerëzve sa më shumë. Duke pas parasysh se kisha atë një gjenjen e humbjes prindit ishte në moshë 3, 62 vjeçar, edhe zgjodha këtë profesion, të cilën me krenari e ushtroj edhe me një përkushtim shumë të madh ndaj pacientëve që vinë me çfarëdo lloj patologjie. Një motivim i tillë, a ka qenë i përshtatshëm për rastet kur I ke pasur të ngjashme? Sigurisht se po. Kjo dhe ishte arsyeja që tash më herët, pse ka marrë, motivon gjithmonë sidomos me patologjin të cilën e pat prindi, me ata persona diqysh jetoj me empati. Kështu që mundohen sa më tepër me ndihmue. Si ka qenë karriera juaj nëpër vite, prej fillimit e deri më tash në pika të shkurtra? Ne ishim gjeneratë të cilat mësuam shumë, sidomos për shkak situatës politike në Kosovë. Unë ka filluar fakultetin mjekësisë në vitin 1986. Dhe fatmirësisht që të 2 vite kemi gëzuar të mirë prej 88-ës, si fillu greva e minatorëve, 89-ën marrja e autonomisë Kosovës, 90-ën dëbimi profesorëve nga Qendra Klinike Universitare, gjithsesi nga fakulteti I mjekësisë, ne mbetëm në rrugë. Pastaj kush si mundi, dikush shkoi në perëndim, dikush në Kroaci. Ne një grupi studentëve shkuam në Sarajevo, edhe atje filloi lufta, u kthyem, do thënë kanë qenë vite shumë vështira. Kështu që deri sa mbaroi lufta, karriera jonë ishte shumë e dëmtuar dhe nuk mundeshim të prosperonim ashtu ku kishim synimin. Mi po fal luftës se famshme tonën, do që kësë në krye me faktorin ndërkombëtar, lirimin e Kosovës, na u kthym në institucionet aty ku e kishim vendin. Me qenë se unë pata diplomu vitin 1997, edhe me njerë fillum pastaj na u qelën rrugë, na u qelën dritaret për me fillum atutje karrierën, duke filluar nga specializimi e deri tash në karrierën të cilin ende duke e ngritë. Nëse do e përshkruni karrierën tuaj profesionale me një fjalë, cila do ishte ajo? Karriera ime ishte e vështirë, por e meritueshme, edhe cila po jep rezultate, po jep është e frytshme. Të kisha përfundu kështu me edhe. Po cila ka qenë ajo shpreja që, si themi, e keni nisë ditën ose javën me të? A keni ndonjë shprehje apo thjesht e keni rutinë të përcaktuar? Shikoni, rutinë, sidomos për profesionin tonë si mjek, rutina dihet, zgjohesh herët, kthehesh mbrëmje vonë. Duke pas parasysh se njerëzit lypin ndim, del edhe një kafe ndoshta me e pi, kur nuk je I qetë parasysh se njerëzit kanë brenga, kanë halle, pyesin o për një analizë ose për një diagnozë. Kështu që rutina jonë, thënë drejtën, ne vetëm se në gjumë kur jemi të qetë, se përndryshe non stop jemi aktiv, ose tash me këto telefonat ta dërgoni një mesazh, dikush kërkon një ndihmë, kërkon një sugjerim, një këshill, një përgjigje, një termin, e ku ta di unë, prandaj kur nuk jemi të qetë. Në bazë të përvojës tuaj të gjatë profesionale, klinike, a janë të shpeshta rastet me sëmundje urologjike në Kosovë? Sëmundjet janë shumë të shpeshta në urologji. Unë bile shpesh e shtroj pyetjen, tash
Kosova ka mjaft urolog, do të ketë prap, sepse çdo gjenerat rritet, edukohet, përfundon karrierën e tij, pastaj vijnë gjenerata të reja. Shpesh e shtroj pyetjen si ka mundur më herët kur kemi pas aq një numër të vogël të urologëve, ta mbulojnë gjithë këtë patologji që e kemi. Duke pas parasysh se patologjitë janë shumë të mëdha në urologji, bile të them të drejtën, derisa nuk kam fillu me ushtru profesionin, gjithsesht edukimin në urologji, asur si mjek nuk e kam di se ka patologji kaq të mëdha, duke filluar nga infeksionet e traktit urinar, smundjet e prostatës, edhe smundje tjera urologjike, gurët në veshk, për shembull në traktin urinar. Këto janë 3 patologji më të shpeshta, të cilët i hasim edhe kur incidenca është mjaft e madhe. Andaj, sado që kemi urolog, ende do të kemi ndoshta për në tarmën, për me pas një popullat shëndosh. Po cila është rëndësia diagnostifikimit të hershëm të sëmundjeve urologjike? Jo vetëm se sëmundjeve urologjike, por edhe të gjitha patologjive tjera, vedia qytetare, këshillat me kohë të mjeku, trajtimi profesional nga ana profesionistëve, sigurisht se do të kishin me ndiku edhe në diagnostifikim të mëhershëm, po edhe në shërim sa më të plot të sëmundjeve, rastin konkret të sëmundjeve urologjike. E përmendëm infeksionin e traktit urinar si një ndër sëmundjet më të shpeshta urologjike. Po a ka rënje apo ngritje të këtij numri të kohëve të fundit? Të drejtën, tash me rritjen e standardit jetësor në mbar njerëzimin, nuk mund të them që ka ngritje, mi po në literaturë shkruan se mbi 150 milion njerëz brenda vitit kanë një epizod të sëmundjeve urinare, gjithsesht infeksionit traktit urinar. Varësisht prej standardit, po thënë tash, është rritje standardit, kemi banjo më shumë, ujë, mjete higjienike e tjera, por vedia e qytetarit ka fillu më rrit, edhe për ata arsye ndoshta edhe incidenca do të jetë më e vogël viteve në vijim. Po çka shkakton këto infeksione urinare? Cilët janë faktorët që shkaktojnë këto? Edhe si ti trajtojmë? Ka shumë faktorë të cilët ndikojnë në infeksionet e traktit urinar. Një ndërto të sëmundjet kronike, për shembull ta marrë të diabetit, sëmundjet e infeksionit urinar janë mjaft shpeshta, anomalit kongjinitale traktit urinar, gurët në traktin urinar, të cilët aty ekziston një fafit beku, infeksionet urinare mund të shkaktojnë gurët, por edhe prezenca e gurëve mund të shkaktojë infeksion urinar. Prandaj këta janë një ndër faktorë që mund të ndikojnë. Edhe sidomos tashmë tenen abuzimi i pa kontrolluar i antibiotikëve, normal që rrit edhe numrin edhe rezistencën e bakterieve në trakt urinar. Prandaj kisha me thonë çdo antibiotik i cili mirët pa uzim të mjekut, sidomos konkret të mjekut urolog, nuk isha thonë me e përdor. Po, çfarë shkakton një sasi e madhe antibiotikëve ose? Po, krijon rezistencën e bakterieve në atë antibiotik. Mund të shkaktoj çrregullime në lukt, mund të shkaktoj alergji. Këto janë faktorë që mund të. Po kur mund ta vrejmë ne si pacient ose si qytetar që kemi të lashe me infeksione urinare? Ekziston simptomatologjia e infeksionit e traktit urinar. Një ndër to mund të jetë çrregullimet urologjike si dizoria apo djegja, dhimbja gjatë urinimit. Mund të jenë edhe temperaturë, dhimbje barku, dhimbje pjesën lumbale, më thonë ka shpinda, dhimbje në pjesën suprapubike apo mbi fshikës, gjakderdhja, hematoria, si quajmë ne. Ato janë simptomet të cilat pacientin e detyrojnë pastaj të kërkojnë ndihmë te mjeku. Nëse mund të pës, ose mund të bëjmë krahasime, a janë burrat më të prekur nga infeksionet urinare apo gratë?
Kjo është një pyetje shumë profesionale shtruar nga ju. Incidenca në mes raportit burra dhe gra të femrat është nëndër edhe të herë më e madhe se sa të meshkujt. Aty ndikojnë shumë faktorë. Një ndër ta është anatomia, dhe më thënë, zora trash, kanali vaginal dhe uretra e në shumë afër, edhe uretrat e femrat është shumë e shkurt, shkak anatomisë, gjithmonë dhe më thënë ekziston mundësia infeksionit prej zorës trash te kanali vaginal, prej kanalit vaginal në uretër. Ndikon pastaj kushtet higjienike, pastërtia ndikon shumë, në zonën urogenitale, ndrimi partnerëve, kontakti seksual, edhe këto janë një ndër faktorët kryesorë që ndikojnë atë. Po, në përvojën tuaj të përditshme me pacient, kur kemi raste të tilla, cila është arsyeja kryesore e këtyre infeksioneve? Cili është ai faktori që i krijon këto infeksione? Si shuseka, apo janë të zakonshme? Se ato faktorë që i përmenda më herët, ato janë, mi po, kur vinë pacientët gjithmonë, më thonë e marrë me anamnezën, e pyesim me çfarë simptome ka, a ka pas smundje të mëhershme, a ka smundje kronike që përmenda diabetin, a ka bo ndonjë ekzaminim të mëhershëm, a ka bo analiza të urinës, ultrazon, rentgen e këto, edhe pacienti nëse i ka bo, na jep dokumentacion në shqiqojmë, por nëse nuk i ka bo atër duhet me shku një farë protokolli është do të thotë që për me orë deri te diagnoza. Veç e theksuat se gratë janë më të ekspozuar ndaj këtyre sëmundjeve, këtyre infeksioneve urinare. Çfarë ju këshilloni ju si profesionist? Kur duhet të bëjnë vizitat e një urolog, edhe nëse ato ndihen mirë? Shikoni, të ne, ende tash... Ose që shëndron vedia e njerëzve tek ne? Vedia ka fillu të rritet, kontrollat sistematike duhet spakur një kontroll më shpesh edhe me qytetar, thëmë, në klinë shpe kemi ka një makinë, e qojmë servis ku të i bojmë 10.000 kilometra, edhe trupi njeri, dhe më thonë, është mirë, nëse edhe nuk ka simptome, spakur një në 6 muajnë të bojnë një kontroll sistematike, qoftë me analizë të urinës, gjakët, edhe ekzaminime tjera. I po nëse fillojnë të simptome, atëherë duhet sa më shpejt lajmërohet e mjeku, për arsye se urologjia si deg e mjekësisë daton qysh herët, mi po shumica e qytetarëve të ne ende deri frik edhe një numër prap nuk e din se çka është urologjia. Urologjia është domethënë lami e mjekësisë e cila mirët komplet me sistemin urinar, duke filluar nga veshka deri te uretra. Prandaj rritja e vedijes qytetare në këto raste ka fillu më rritë, po çdo lajmërim sa më i hershëm të mjeku, edhe çdo diagnostifikim sa më i hershëm, atëherë edhe patologjia do ta mposhtim. A mund të shkaktoj një ITU, një komplikim serioz për shëndetin nëse nuk trajtohet? Ose cilat janë ato komplikime? Mund të shkaktoj për arsye për shembull për marrmi se trakti urinar ndahet në 2 sisteme, sistemin e sipër, që përfshin veshkën, pjellonin dhe pjesën edhe ureterin. Në traktin e poshtëm bën pjesë fshikza urinare të meshkujt prostata, të femnat uretra, edhe për shembull ta marrë me pjellën e fritin, infeksioni i veshkës, mund të përfundojë në mënyrë fatale. Sepse kur kalon infeksioni urinar në gjak, atëherë po nuk u trajtua drejt, normal që shkakton mund të jetë edhe vdekje përgus nëse nuk trajtohet si duhet. Kështu që çdo infeksion urinar nuk duhet të neglizhohet, për arsye se organizmi i ka mekanizmat e vet mbrojtës, por dikur edhe ai lodhet. Prandaj kërkon ndihmën edhe organizmi nga mjeku që t'i ndihmoj me medikamente, rastin konkret të infeksionet që dore parë është antibiotiku. Doktor Avni, cilat janë ato urgjencat urologjike?
Urgjencat urologjike, kemi shumë urgjenca. Një ndër to është insuficienca akute renale, dhe më thonë, kur pacienti nuk ka fare urin në anuri, atë mund të bëjë në dializë. Pastaj vjen hematuria, gjakderdhja, kolikat renale, sepse kemi raste kur vjen pacienti në emergjencë për shembull me dhimbje shumë të forta. Sado që japim analgjetik të fort, kemi pas rastin në përvojë edhe kemi dhënë edhe opiatet më të forta, familjarët vetë pacienti shqetësohet, thotë pse nuk pi ndalën dhimbjet. Andaj këto janë urgjencat që duhet të lajmërohet te mjeku, te urologu, po sidomos hematori nuk bën me neglizhu fare. Hematori është gjakderdhja në urinë. Kështu ma popullorçe, sepse aty mund të jenë ose gur mund me pas tumor shikës urinare, edhe me avancu smundja e pacienti kur vjen vonë te mjeku, pastaj edhe për neve është më vështirë. Tham që një infekcion urinar është një problem serioz. Po a ka ndonjë infekcion që është më i rrezikshëm se të tjerët? A ka ndonjë krahasim mes infeksioneve? Po. Çdo infekcion në organizëm e ka rrezikun e vet. Tash ne konkret për infeksionin trakt urinar ju përmenda, po ekziston infeksionin trup, për shembull encefalitja, dhe është shumë rrezikshëm. Miokardite, për shembull te zemra, infeksionet në mushkëni, domethënë çdo organ e ka rëndësinë e vet. Pa anashkalu, sepse organizmi ekziston prej indeve, ekziston prej organeve, të cilat janë të lidhura njëri me tjetrin. Andaj asnjë infekcion të cili do sistem i trupit nuk guxon të anashkalohet, edhe thuhet se ky infekcion më pak i dëmshëm ose më i lehtë. Nëse një infekcion urinar nuk trajtohet, mund të vijë situata deri tek një intervenim kirurgjik? Nëse po, a është shpesh kjo dukuri? Dikon, sidomos te infeksionet kronike, domethënë mund të vijë deri te formimi i gurëve në traktin urinar. Pastaj varet prej masisë atij gurit në cilën pjesë të kanalit urinar zhvillohet, edhe normal kur bën obstruksion, bën ngushtim, mundësi të eliminimit të urinës, qoftë në veshk, në pjellon apo në ureter, normal që krijon urgjenca për me ndërhy në ato raste. A janë të shpeshta si numër? Ne, si kirurg urolog, normal që çdo ditë kemi patologji tilla, sidomos tash me avancimin e teknologjisë, kemi më pak ndërhyrje të hapura e më shumë të mbyllura. Gjë që e ka bëu më të mirë edhe për pacientin, po edhe për neve si aty ka edhe shpenzime më pak materiale, edhe e kursen pacientin prej ndërhyrjeve të mëdha të cilët për shembull duhet të hapet barku ose pjesa lumbale. Ajo është edhe e dhimbshme. Urinimet e shpeshta gjatë natës, si ti trajtojmë, a janë problem serioz apo menaxhohen me terapi? Urinimin gjatë natës ekzistojnë patologji të ndryshme. Te meshkujt për shembull vujnë shumë për shkak obstruksionit subvezikal që thonë si pasojë e rritjes prostatës. Mosmundësia e zbrazjes së fshikës urinare për shkak pengesës që bën uretra prostatike dhe vetë prostata, atëherë detyron pacientin që shkoj shpesh në banjo, edhe mos mundësia e zbrazjes, domethënë ato e detyron sa më shpesh. Infeksionet që përmendëm më herët, edhe ato cistitet akute dhe kronike, po sidomos to akute, për shkak se irritojnë fshikëzën urinare. Fshikëza urinare ka funksionin e rezervuarit edhe të pompës, të shprehna kështu simbolikisht, derisa ka infeksione nuk mund zbrazet plotësisht, edhe mbetja e
urinës reziduale që e quajmë ne, mund shkaktoj urinim shpesht. Po ashtu kjo urinë reziduale, derisa koncentrimi i urinës mbetet non stop në fshikës urinare, pastaj ma vonë mund të vijë deri te zhvillimi i gurëve në fshikës urinare apo në uretër. Po cilat janë këshillat e tuaja profesionale për këtë çështje, përveç terapisë? A ka ndonjë metodë tjetër? Metoda art e eliminimit të infeksioneve urinare është përdorimi sa më i madh i ujit. Unë edhe tem doktoraturës e kom pas për urolitiaz. Urolitiaz është një patologji, domethënë, e komplet e formimit gurëve, duke filluar nga veshka deri te uretra. Qa kom u lumtuna për literaturë, edhe gjatë përvojës tonë, përdorimi i ujit është alfa dhe omega. Po si ta mbajmë një trup të hidratuar? Po, përdorimi i ujit, përdorimi i langjeve, i pemëve, perimeve, do thonë çdo produkt që e përdorim, ta ketë një sasi të langut, nuk është të thonën me qenë ujë i pastër, po një pemë, edhe pemë përmbajnë sasi të ujit. Prandaj dehidrimi është shumë i rëndë, edhe si pasojë dehidrimi mund të vijë edhe te infeksionet urinare. Prandaj këshilla ime është përdorimi sa më tepër i ujit. Minimum 2 deri në 3 litra ujë brenda ditës. Ujë thjesht, ujë Zotit që thonë ne. Edhe kjo është ajo arsyeja që pastaj pacienti sigurisht se do të ketë më pak sëmundje të tilla. I përmendëm edhe gurët në veshka. Çka i formon gurët në veshka edhe çka është uretrocistoskopia? Gurët në veshkë, patologjia e gurëve në veshkë është edhe shumë e shpeshtë. Për arsye se urina është nën produkt e produkteve përfundimtare të metabolizmit, ku bëhet filtrimi i gjakut përmes deri në 1200 litra gjak. Për 24 orë qarkullojnë nëpër veshka. Prej tyre 1 litër e gjysmë deri 2 bëhet urinë, pjesa tjetër e gjakut kthehet. Një ndër faktorët e zhvillimit të gurëve në fshikës urinare mund të jenë, që përmendëm më herët, infeksionet urinare, pastaj anomalitë kongenitale, lindin njerëzit me veshkë, hidronefroz, ngushtimi i kanalit, aty te qafa pjellureterike, ku i themi ne. Pastaj çrregullimet endokrine, diabeti, një ndër ta është obeziteti, pasiviteti, domethënë mos lëvishmëria mjaftueshme e personit. Këto janë faktorë të cilat pastaj vjen deri te zhvillimi i nefrolitiazës, ndryshe quhet, apo i gurëve në veshkë. Për pyetja tjetër për uretrocistoskopia. Si trajtohen edhe çka është uretrocistoskopia? Si trajton gurt? Gurt në trakt urinar komplet, duke filluar nga veshka, ureteri, fshikës urinare, edhe në uretër. Siç u thash më herët, ekzistojnë tash teknologji mjaft e përsosur. Metodat klasike janë perëndim e sipër, sidomos edhe tani në klinikë, po jemi ende në kërkim të disa mjeteve, për shembull nefrolitolapaksia perkutane quhet, është bëhet që një shpim direkt në veshkë dhe përmes atij gypit me litotriptor laseri kthehet guri dhe tërhiqet, domethënë është edhe për pacientin më pak traumatike, edhe për shoqërinë më pak e kushtueshme, sepse pacienti sot mund të intervenojë, nesër shkon në shtëpi. Me metodën klasike, pacienti ka një javë dhe ditë me ndejtë në klinikë, aty është domethënë edhe kushtueshme, duke filluar edhe nga klinika që bën ndonjën e medikamenteve, investime në ndonjën e medikamenteve, qëndrimi i pacientit, ardha familjarëve me vizitu, ato janë krejt kushtueshme për shoqërinë. Ta zhvillimi i laserit,
aparati për thymin e gurve, për shembull, SVL që quhet. Rrirësi është një ndër aparatet ashtë më të reja, të cilët shkohet përmes kanalit urinar, një fiber, një shumë e hollë, deporton deri te guri, edhe më pak e traumatizon veshkën, edhe vjen deri te malet deri te thyrja e gurve. Prandaj derisa teknologjia ka arrit në gjithçka, njerëzit po shkojnë edhe në Mars, po detyrohen, po mujnë, po planifikohet me shku, pse mos ta thejmë edhe në një guri në trakt urinar me metodë më pak invazive për pacientin, edhe më pak e kushtueshme. Po për uretrocistoskopin? Uretrocistoskopia është një aparatur që bën ulëmtimin e traktit urinar, është një gyp i cili ka dritën e vet, lidhet me monitor, edhe përmes saj mund ta shohim komplet, duke filluar nga uretra, hyet në fshikës, kemi edhe ureteroskopin, që deportojmë edhe deri në veshk me skopi, po te pyetja juaj te uretrocistoskopia është domethënë eksplorim i uretrës, uretrën të meshkujt, uretrën prostatike dhe prostatën e shumë i prej brenda, edhe patologjitë e ndryshme që formon në fshikës urinare, duke filluar nga ato cistitet akute, kronike, tumoret, gurt, anomalitë e ndryshme, pastaj edhe divertikujt këto, si gjepa që krijohen te fshikëza urinare për shkak infeksioneve të gjata. Është një metodë e artë e cila na lehtëson diagnostifikimin, po edhe shërimin e pacientit. Doktora, flasim pak për LUTS, çka është kjo? Kjo është long urinary tract syndrome. Shumica e pacientëve, sidomos të moshave të reja, vujnë. Kjo është me një etiologji të panjohur ende. Aty ndikojnë, na i ulëmtojmë uretritet, infeksionet e ndryshme, anomalitë e ndryshme, po zakonisht shumica pacientëve me LUTS nuk janë të kënaqur, ndrojnë besa edhe doktorat, edhe qendrat e humbin besimin vetveten, dikur prap kthehen fjalët e tona se, domethënë, i trajtojmë infeksionet, i trajtojmë gjithçka që është patologjike, të një numër i madh mbeten pa kënaqur, thotë jo, i dyshimi as tepër sa që unë kam ndonjë smundje të rëndë, kam të kanceres, diçka. Sidomos përvojën tonë, time personalisht për jo flas. Gjithmonë mundona mi spjegu, kur i eliminoj faktorë infektive, obstruktive këtu. Nëse prap ka ankesa, atër i thëmë, mëso me këta se në rrezik nuk i kurqo. Do thonë është një smundje që nuk rrezikon kurqo. Nuk rrezikon kurqo, por trajtohet, menaxhohet. Po sigur se po. Po. Tash dy vini një bashkëpunim shumë i mirë mes mjekut, pacientit dhe mjekut. Po. Sa është e rëndësishme infrastruktura në shëndetin publik? Juve që përmendet me upajis, me pajisjet e reja, urologjike, po çfarë këshilla e rekomandoni ju? Shikoni, infrastruktura krahas përgatitjes profesionale të mjekëve, infrastruktura është dhe qelësi i suksesit me pas, sidomos ne që mime me kirurgji, se kemi ndërhy direkt në trup të njeriut. Ne kemi pas shumica një numër i madh i urologëve, jemi konë për trajtimen jashtë shtetit. Personalisht 2008 kam qenë në Gjermani. Atëherë, na kemi pas litotriptorin pneumatik, po laserik, të drejtën e lakmojsha edhe pikurresis pa ta pyet sa kushton. Edhe sot litotriptor, si thënë gurt, aparato është sond, as nuk lëviz, as nuk vibron, rreth 80.000 euro ka kushtuar në atë kohë. Po për shtetin, çka janë 80.000 euro me investu, sepse kushdo qoftë, prej qytetarit ma thjesht, deri te kryetari, kryeministri, nëse mund të bim qatë qendër, se mos me investu. Çka janë 80.000 euro, me marrë veç për një mjetë, se kuptohet që tash, unë për urologji po flas, unë të armën planifikojmë ndoshta edhe robotin, gjeneratat e reja me punu, që na ende nuk është ajo, por për shtetin nuk janë investime shumë mëdha,
Prandaj duhet të investohet, sepse sado që ekzistojnë klinika private, kur mundet me pas këto spitale private, pse mos ta kemi ne, sepse do të jenë shërbim tonë. Kështu që kisha bo apel edhe institucioneve tona, me thonë ma investu aty sepse ajo është për të mirën tonë, për neve, për gjeneratat që vinë, edhe Të pas parasysh numrin e rasteve që është absolut, ka patologji shumë, se ju thash gurt në trakt urinar e zojnë vendin e tretë për patologjive. Nga tash, çdo i dyti, treti pacient, kur ankohen për i gurve, pse mos ta trajtojnë. Apo e transforman teknologjia fushën e sëmundjeve urologjike? Po normal se teknologjia është tash me zhvillimin e madh teknologjisë, normal që po na bën rrugën më të shkurtë, edhe për me orë të diagnoza, edhe me orë të trajtimi, edhe të shërimi i plot. Prandaj tash kjo inteligjencë artificiale është aktuale tash mjaft, po sado që zhvillohet inteligjenca artificiale prap trurin e mjekut nuk ka me mundën, bindja ime është që pa ndërhy mjeku direkt e pacienti. E teknologjia për rreth, këto që ju përmenda aparaturat ato, normal që kanë më ndiku shumë pozitivisht, që jetë sa më pak traumatik për pacientin, edhe shërimi të jetë më i shpejt. Nëse mund të flasim pak për mitet, se dim që ka shumë mite urologjike. Cilat kishe pas qef me i demansku? Unë gjatë përgatitur për doktoratur, edhe më interesonte për historiati i litiazës, i formimit gurve, si e kanë trajtu në kohënat e lashta, sepse literaturë shkruan qysh 4500 vite para erës sonë, edhe në kohën e Hipokratit, dhe më thonë, janë marrë me trajtimin e gurve. E një ndër to paraqitet edhe magjia. Me magji kanë tentu mi shëru, që ose në kohën e sotit për shembull shkojnë pinë lëndje ndryshme me gaz, kom dëgju për një farë gazi, prodhohet, buburoj atje në fushkrujt i kun. Më thonë, mjekësia nuk je për mjekësia moderne. E këto në shekullin 21, edhe këto mite normal që duhet të luftojmë edhe, se nuk shërohet guri me gaz, ose me magji, me të fryme, me ato këtë janë. Prandaj, jo rastisht e përmenda ma herët, ky popull është shumë i mirë, është të eduku, nivelli intelektual është të rrit, edhe sa të lexojmë, sa të dim, aq do të jemi ma profesionale edhe do të kërkojmë ndihmë ma shumë te mjeku. E jo të janë ashkalojmë se ndajt se së është asgjë kjo, ose mora shembullin të gjakdirët në urinë, kemi plot pacienta të cilët e kanë anashkalu një godë gjatë, ajse më kalon. Tonë vedia qytetare duhet më rritë. Për shëndetësi, për me pas një shëndet më të plotë. Në përvojën e gjatë profesionale me pacient të përditshëm, na e përmend disa nga rastet sfiduese që i keni pas, po edhe disa raste të lumtura në karrierë. Sfida më e madhe e çdo mjeku, sidomos e neve kirurgëve, është që të hymë në operacion, dalim sa më faqe parë. Mjeku duhet më konë shumë konstruktiv me pacientin, mi tregu drejt, mi tregu edhe rreziqet, po sfidat më të mëdha janë se kur hymë në një operacion të rond, nuk e di se si përfundon. Unë me pas gjakdire të madhe, hymë për rast letë, deli rond, sado që me imazheri e shef me CT, magnet rezonans, po syri i hapur kur e shef një patologji, sigurisht se aty ballafaqohesh me rastin, e shef 100%, hymë për rast letë, deli rond. Po nëse nuk e komuniku ma herët me pacientin ose familjarët, që mi tregu rreziqet, për shembull ta marr një organ, një veshk. Shkruan sindigrafi të veshkit, i punon 5-16-20%. Je në dilemë, i thu pacientit që ndoshta ndodh që me hek veshkën.
ki hy e ki pa parenim që ka veshka, edhe nuk e hek, është mirë. Po nëse i ki premtu që nuk e hek veshkën, tash ti me uniform, me mask, me kapel, familjar nuk e ki informu, pacienti është në anestezion. Aty, më thonë, nuk duhet me të linë dilema, që ka të bëj. Nëse i ki sjaru, e ki ma let. Që se ki sjaru atër me dalë me robat salës, me familjar me spjegu, është pak e ro. Kemi raste kur, e kjo është ajo që na bën të lumë dhe kur him për raste të ronda dhe na del mirë, kemi sukses, ajo është edhe një sukses i madhe i joni, edhe një gëzim që ne përjetojmë së bashku me pacient. Po rastet prej traumave të ndryshme? Traumat, a janë sfiduse? Ato janë shumë sfiduse. Duke pas parasysh se pacientit vjen me gjakderdhje trakturinar, me politraum, që i thojmë ne, ka për shembull dëmtim shpnetkës, mëlçis, zorve, aty jemi një grup i mjekëve, kirurg abdominal, ne kirurg torakal, edhe nuk kemi kohë ndoshta të mjaftueshme mi bë ekzaminime deri në fund. Aty urgjent duhet me hy, edhe normal që është sfiduse, e falë bashkëpunimit me gjithë kolegë tjerë, në shumicën e rasteve, më thonë deri tash, një përvojë kom që 23 vite, nuk na ka ndodhur me na vdek dikush në sallë. Jo për lavd, po fati, ndoshta edhe bashkëpunimi me kolegë, po është sfidë. Nuk është bashkë e lehtë. Prandaj ka kritika shumë ndaj mjekëve, shumë popullat, jo koha ju, jo epoka ju, po unë që 23 vite, për shembull, kujdestaroj 4-5 kujdestarin në mujtë. 12 muj, 50 kujdestarit, që 22 vite, unë i kom bën një mjeku sërnet që kom kalu në klinikë. Para mendoj 24 orë, ti mundet me dalë një kafe me pi, ose me shku dhe në familje shpejt e më këthy. Po i jesi lepori në thera, mëse ki ndërgjegje. Ato nuk i kam përjetu, mos flas për këtë traumë të pytët, ajo është shumë e rëndë. Aty mia qeliza neurone shkatërrohen se ti ki stres. Mi po ne, në momentin që kemi dhonë betim, edhe mi bo mjek, edhe mi bo kirurga, e kemi pregatit vetën që kemi më balafaqu. Mjekun e ka stresin, po jo frikën edhe më dërzu. Më thënë duhet është shumë i fort moralisht, i hyme një përgjegjësi të madhe, edhe suksesi më të madh e ndin kur pacienti shpëton. Dhe nuk ka sen ma sublim një jetë se me shpëtu një jetë. Po, fati që gjithë njerëzit nuk mund me përjetu atë lëkurën e mjekut, sepse nuk është e thonë gjithë më bo mjek, po është detyrë e vështirë. Unë shpesh thëmë, çdo profesion është i vështirë, po puna e mjekut është mision. E ky mision nuk ka kur fund. Sa do edhe në pushim me shku dikun, të lyp dikush një ndihmë, që lonë kalimtari i rastit, të e kemi detyrë me ndihmu. Prandaj, jo pse unë personalisht jam mjek, thëmë edhe njëherë, nëse mund bon prej kushdo që kemi trashëgimtarë tonë, edhe mjekun duhet me pasi person që i ndihmon njerëzve, edhe s'po të me botë shenjt, po s'paku me pas një respekt pak më. Cili është aspekti më shpërbys i punës së një kirurgut, edhe a janë pacientën tanë falenderues për punën që e bëni ju çdo ditë? Shikonin gjatë përvojës, i shoh se pacientët janë falenderues. Edhe besa kur vinë aty, kur shtrihen, kur trajtohen drejt e mirë, po dhe familjar për cjellës, anes binde dhe thojnë, sa vështire pasni. Sa vështire pasni. Su mos tash kemi boku kështë e pak ma të mira, ma herët normal që nuk kemi pas edhe aq, po kom fjallën të infrastruktura, se pacienti nuk hynë sala atje me pas pa aparature kemi. Po edhe të infrastruktura, kur e shef që është një shtrat i mirë, ka higjen,
ka ndriçim mjaftueshëm, ka ngrohje të mjaftueshme, edhe ai e lyp një komoditet, sepse pacienti nuk duhet me na ardhur e mofton klinik për shkak mos nxemës e këto, meqense tash ato i kemi mirë, po shumica mund të them që 90% janë falënderues. Normal që edhe mbarët edhe prej mjekve, prej stafit mesëm, sa sillen mirë me pacienta, edhe gjatë përvojës time, mund të them se në këtë drejtim nota është 9 ndyon. Dhe pacienti nuk e erron atë. Çfarë këshille do t'ju japni mjekëve të rinj apo studiuesve që zgjedhin urologjinë si drejtim? Këshilla ime është të lexojnë sa më shumë, ta përcjellin punën praktike, sepse kirurgjia nuk do veç dije me pas teorike. Në kirurgji, po nuk u ballafaqove me rastin. Kirurgu i mirë nuk gabon veç kur nuk kur në operacion. Tash derisa nuk ti kur në operacion, si ti thush vetës kirurg, për mu nuk ka logjika e punë. Prandaj përvoja përgatitja teorike, përvoja praktike do ta kishte bërë një urolog të ardhshëm shumë më të mirë, sepse çdo send është në evolucion, çdo send është në zhvillim. Edhe kirurgjia në të ardhmen dalin ndoshta mjete alo ma satisfikume sot që i kemi, prandaj edhe gjenerat e reja që po vinë, krahas përgatitjes teorike, praktike, dhe më thonë edhe zhvillimin e ma teknologjisë ta përcjellin, kjo kishte me qenë këshilla ma e madhe, në mënyrë që na nesër do të bim dorë tyre, ose pasardhësit tonë bim dorë gjeneratave të reja. Profesionin duhet me dashtë, po nuk e dashtë e profesionin. Sigur kur e dashuron dikën, me thonë me mishe me shpirt, me thonë me ndonë për mirë. Edhe të profesioni unë, të rasti konkret për kirurg urolog, nëse e donë, vallaj keme pas sukses të madh. Andaj, këshilla ime, sugjerimi është ime që ta marrin përvojën prej mjekve, ma të vjetër, ta zhvillojnë ma shumë, në që edhe ta nesër kur ta mrin një stad zhvillimit, me transferu atë djeni edhe të gjeneratët të ashme. Unë të falenderoj shumë për këto këshilla kaq profesionale, ishte kënaqësi. Shumë faleminderit nga ju, besoj që në pika shkurtra u mundum mi seru sa faleminderit nga ju. Patjetër, faleminderit.